Fermerët nuk duhet të presin vetëm nga buxheti i shtetit, por duhet të ngrihen në lartësinë e dur për të përfituar nga fondet e Bashkimit Evropian apo kredia me garancinë sovrane prej 250 milion eurosh që u është vënë në dispozicion. Thirrjen e bëri vetë kreu i qeverisë Edi Rama gjatë një takimi me fermerët. Duhet të gjithë të përpiqen të mësojnë dhe të aftësohen për t'i shfrytzuar. Unë mund t'ju them me plot gojën që sot në vendin tonë çështja e financimit projekteve që secili ka dhe të punëve që secili do të bëjë nuk është problem në aspektin financiar, në aspektin e parave, sepse parat janë. Por ajo që është problem është mungesa e informacionit dhe mungesa e përgatitjes për t'i thithur ato para. Dhe e njëjta gjë vlen edhe për atë që lidhet me Bashkimin Evropian. Ne do kemi gjithmonë më shumë fonde nga Bashkimi Evropian. Por fondet nga Bashkimi Evropian lidhen drejt për drejt me sa të aftë jemi ne që t'i thithim. Sa të aftë dhe të përgatitur janë sektorët që t'i thithin, sa i aftë dhe i përgatitur është një sipërmarrës që t'i thithi. Dhe për këtë duhen disa gjëra jo shumë të ngatruara, por disa gjëra që nuk mund shmangen, që lidhen me një dosje e cila duhet të ketë brenda një projekt dhe argumentat që ky projekt vlen dhe ky projekt duhet financuar. Por mungesën e aplikimeve për garancinë sovrane, veshin numri 1 i qeverisë u atërhoqi bashkive. Ne kemi vënë dispozicion të bujqësisë 250 milion euro, që mund të shkojnë dhe 1 miliard në rast se do të konsumohen përmes Bankës Shqipërisë në bankat e nivelit 2. Ku të gjithë mund të shkojnë dhe të marrin kredi që janë me garanci nga shteti dhe ku normat e interesit janë shumë më të ulta se sa normat e interesit në bankat e nivelit 2 kur shkohet jashtë kësaj garancia. Sa është shfrytzuar kjo garanci? Shumë pak. Pse? Se ju s'keni nevojë, jo. Se ju keni nevojë, por sepse për ta shfrytzuar këtë garanci duhet një përgatitje. Në këtë aspekt ka një mangësi që ende ne nuk po e adresojmë dot si duhet, që është pushteti vendor. Kryetarët e bashkive dhe bashkitë duhet të jenë shumë më aktive në bashkëpunimin me fermerët, me bujqit për të adresuar këto financime. Fermerët i paralemroi edhe për sfidat që sjell integrimin Bashkimin Evropian, pasi tregu evropian kërkon standardet larta në sigurinë ushqimore. Hapja me Bashkimin Evropian kërkon që sot fillojnë përgatitjet për të kuptuar se çfarë ndodh nesër. Dhe ajo që ndodh nesër është kjo. Në rast se nuk plotësohen kriteret e sigurisë ushqimore të Bashkimit Evropian, ndalon shitja këtu. Pra nuk shet dot as këtu. Jo më të shkosh atje. Sepse je pjesë e tregut Bashkimit Evropian. Natyrisht që kjo vjen mbas një periudhe 15 vjeçare, sepse në rast se ne do na duhen edhe 5 vjet që përfundimisht jemi brenda në Bashkimin Evropian, në rast se çdo gjë shkon mirë, në 2030-ën, në 2040-ën fillon kjo, po 15 vjet kalojnë shumë shpejt, në pyesni mua. Megjithatë, kryeministri Rama nuk i shpëtoi kritikave dhe pakënaqësisë një fermeri i cili tha se prodhimi i tyre po penalizohet për shkak të importit. Dëgjesa me fermerët me qëllim rishikimin e skemës kombëtare 2026 do të vijojnë në gjitha qarqet e vendit, sipas ministrit të bujqësisë Salla, i cili tha se ekzekutivi synon politikat mbështetëse të ndërtohen në bashkëpunim të drejtpërdrejtë me fermerët dhe të reflektohen nevojat reale të sektorit bujqësor.